është paka shumë sikurse shumicës së nanave, edhe shumicës së prindve, shumicës së familjareve. Po përgatis shumë ushqime dhe më pëlqen shumë të përgatis ushqime. Është një prej gjanave të preferume që i bëjmë bashkë me familje. Edhe natyrisht edhe për këtë vitri filloj me i përgatit disa ditë ma herët, sepse dëshirat e vajzave të mia janë të shumta, ta bëjmë edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë. Edhe natyrisht ditën e vitit të ri përgatisim edhe një sër ushqimesh të tjera, i bëj të gjitha shumë mirë, kështu që kësaj radhe ende jam në përgatitje si për kanë betë edhe disa, por një prej gjanave tradicionale që i bëjmë janë disa keksa me forma që vajzat e mia i kanë shumë qef prej kur kanë qenë shumë të vogla, dhe tash çdo vit të ri i bëjmë bashkë me dekorime në format bredhit, në format dordolecit, në format yllit e tjera, edhe natyrisht ushqimet e tjera, kështu që si familje tradicionalisht i kemi përgatit, prindoni i bën shumë mirë pastat, në të tjerët i bëjmë disa tjera, kështu që secili e kemi ka një kontribut, po është atmosferë e afërt, është atmosferë dashurie, është atmosferë përkrahje, është atmosferë e jashtëzakonshme, nuk ka momente më të mira, më të vlefshme se sa ato që i kaloj bashkë me familjen, edhe natyrisht fund viti është një prej atyre momenteve, edhe nuk ka do të janë ndjesimat mirë se sa me i gëzu fëmit, jo vetëm me prezencën, po edhe me çdo moment të lumtur që e kalojmë së bashku e gjithë familja, kështu që janë momente festive, janë momente kur gëzohemi, kur bëhemi të gjithë bashkë, tradicionalisht e gjithë familja, festojmë, jemi shumë sevdali, kështu që kush e ka muzikën më të mirë sonte, i provojmë gjitha programet. Ta shohim. Jeni në vazhdim